Në një nga shënimet e radhës që janë më shumë lëshime mendore e shfryrje inati, pa folur për psikoza dhe probleme mendore që Merobaze i ka të vjetra dhe thelluara, në hallakatjen e tij të radhës shkruan se vetëm ai dhe Top Channel kanë qenë opozitar. Lind pyetja, po Carlo Bolino ku ishte? Në fakt, botuesi shqiptarja.com ka qenë pronari i News 24, Radio Rash dhe gazetës shqiptare, antiberishist i sëmur që në fillimet e tij me media në Shqipëri, kur Mero qëndronte poshtë tavolinës së Berishës. Më pas i shiti ato media për të filluar të rejat, gjithmonë kundër Saliut, megjithse gjatë pushtetit të PD-LSI është paguar me shuma të majme edhe zyrtarisht. Gazeta e tij sulmonte Berishën dhe nga ana tjetër i shërbente fushatave propagandistike të qeverisë. Mero shkon deri aty sa ta mohoj fare Carlon, duke rrëmbyer për vete opozitarizmin mediatik dhe duke u shpallur i mençur i madh në kauza, por harron të theksoj se gazeta e tij falimentoi dhe me Berishën u prish për disa tendera shtypshkrimesh apo ndërhyrje për të krijuar afera. Këtë e di Mero që qante kur u prish me doktorin, babain e tij shpirtëror. Vet Berisha ka provuar të ketë me vete median e vetme shtetërore në vend, RTS-n, në mandatin e parë, dhe shumicën e gazetave, dhe ka mundur vetëm koha jon. Në mandatin e tij të dytë i kishte të gjithë në rresht, përveç Top Channelit dhe gazetës Tema, dhe deri më 2011, kur ju bashkuan dhe dy gazeta të tjera, njësoj theu hundët. Në fakt për Meron dhe Temën, as ka pasur ndonjë shqiptar që ta lexonte, sepse maksimumi 1000 kopje printonte. Sa për Top Channel, është i vetmi që me fiks fare dhe redaksinë e informacionit bënte një oponencë të vërtet mediatike, duke mos shkuar kurrë tek lëshimet mendore të Meros, përtej teprimeve të Filipit. Merobaze shpruan se betejat e shtypit me pushtetin, së pari duan njerëz me integritet dhe besueshmëri publike për të udhëhequr opinionin publik. Edi Rama dhe socialistët nuk kanë fituar se ka qenë Mero në sherr me Berishën për pazaret e gjobat e tij që kërkonte. As nuk është në pushtet prej tij. Berisha dhe Rama për Merot & Co rrin nga 100 vjet në pushtet. Nuk di të thot kush një investigim apo punë gazetarie te Meros, por flasin për shënime që i quan editorial dhe prej 20 vjetësh me ligjësinë e ndyrësinë e tij ushqehet nga pushtetet sa të Berishës, aq dhe të Ramës, por edhe më shumë të Veliajt. Pas hyrjes së këtij të fundit në burg, është plakur dhe më shumë, dhe sa më shpesh flet, aq më kërm duket. Thjesht i tillë është mediatikisht, asgjë më shumë.